Turizmi është ndërruar motor të ishëm për ekonominë shqiptare, referuar shifrave të Bankës së Shqipërisë për periudhën janar-shtator 2025, shpenzimet e të huajve në vendin tonë arritën në rekordin e 4.4 miliard eurove, duke u rritur me 14% krahasuar me një vit më parë. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm në 3 mujorin e tretë të këtij që shënon edhe kulmin e sezonit veror, turistët e huaj kanë shpenzuar në Shqipëri rreth 2.3 miliard euro, duke shënuar një rritje prej 1.6% krahasuar me të njëjtën periudhë viti më parë, dhe më shumë se 2 fish në raportin me periudhën para pandemisë. Nga ana tjetër, të dhënat e Instat tregojnë se për periudhën janar-shtator në vend kanë hyrë 10.2 milion shtetas të huaj, me një rritje prej 5.7%. Në të tilla kushte, rezulton se shpenzimi mesatar për turist është rritur me 431 euro për 9 mujorin e 2025 nga 398 euro në janar-shtator 2024. Ndërkohë edhe shqiptarët që udhëtojnë më shumë jashtë vendit me shpenzime që kapin shifrën 2.3 miliard euro muaj. Pavarësisht kësaj, bilanci neto i turizmit mbetet pozitiv për vendin, prej 2 miliard euro në favor të ekonomisë shqiptare, niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë për këtë periudhë. Nga ana tjetër, të ardhurat nga imigrantë shqiptarë jashtë vendit vazhdon të rritet ndjeshëm, duke arritur 85 milion euro në 3 muajin e 2025, rritje prej 8.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.